Për 50 traktori nuk e di çka me fitu. Është traktor John Deere, ka kushtu dikon 35.000 euro. Një shkollë, 2, 3, 4. 4 noza po mëllomin dhe e kom zerë. Kjerri, 25.000 euro kom lek. Pas ketë këtyre mjetë, ka orë kjerri. Jo mas pori kjerri, tani mjetët. Se s'kisha orë të mjetët, apo kupton? Kjerri është dhe i fundit. Kjo është një frezë cilën ma ka dhoru komuna. Kjo është traktor klasik, kasej, është i vitit 83. Ky kur o ble dikon nëse nuk ga bëj rrëth 7.000 euro ble. Total, deri që tashti, e kom 12.500 euro. Qa kom investu? Po, bëjtësion e si fmi kom punu. Për herë pare, moj men 12 vjetë kër i kom pas traktorit i kom livru. Nuk e kam atë problem që punojnë që jem qytet hyq. Nina krenar, edhe që jem qytetar, edhe që punoj. Sa hektar ose sa ari tukit? Po dikon afërsisht 50 hektar lavertari. Edhe livalla i punoj dikon një 20. Po në bujqësi 3, 4 ose 5 vjetë njëherë ta kop mirë. Nëse e kop mirë njëherë do më thonë me 2 bereqetet që shtojnë populli e shtyjnë edhe një 2-3 vjetë. Ten shumë ja kom po hojrin, jashtë zakonisht shumë se me qitë punë mboj edhe familjen. Tash dikon mesatarisht me llogarit 50 hektar, me kalkulu si ma thjesht, eventualisht një 15.000 euro s'po. Kom kultivu edhe patate, po të e pas parasysh mungesën e punëtorëve, nuk muj me bo bol me shku me lut një punëtor, hajde adin. Kështu që kom thonë veç ka e punon makineria. Tash punëtor nuk ka mo. Një fjallë, qka do që të punësh, mos me ndo punëtor që. Edhe që ta që jenë met që thujnë kategoria e fundit. Nuk ja vlenë më mirë me punëtor, as pak s'ja vlenë. Ai më konë që jo punëtor, ai punon të vete, nuk vjetë e jam ja heqë. Përshëndetje miqtë e mi dashur prej me Lauretës dhe Mediumit në teren. Sot kena në qytetin e Lipjanit me taku Bunjamin Jashanicat, i cili është një njeri shumë i zotit që i punon rreth 50 hektar tokë. Ai ka më na fol pak më shumë për punën e tij dhe sfidat në bujqësi. Për më shumë hajdeni me mu ta takojmë Bunjaminin edhe ta njoftojmë prej sasën. Apo na prezanton pak ma shumë çka me çka punon tokën, çfarë traktora, çfarë pajisje? Po, për momentin, jemi të punu me frezim, jemi të bu me këtë traktorin këtu. Në përgatitjen e tokës për mise, në tashve që kemi përfundu mo. Kurse me traktorin tjetër, ajo është më i vogël edhe ata kemi për makina. Këta kemi për punë matrona. Për pranverë, këj bjen me frezë me punu, kurse për dimër, për vjesht, në realitet, këto e kemi për lavër, punujmë me lavër me të ma shumë edhe për pjaturat mëdhaja. Çfarë traktori është ky sot kushtoj? Ky është traktor John Deere, është i vitit 2003-2004, ka kushtu dikon 35.000 euro. Çmimi, tash planifikojmë mja bli edhe 4 gomat e reja. Ikon një 4.200 euro nëse nuk ga bëj kompyt. Marka është John Deere, ikon 165. është traktor bukur i mirë. Shumë i mirë, shumë i rujtën, shumë i mirë mbajtën, po edhe mirë mbajtën e servisin ja kryj kënë këtë duhur. Krejt, do më thonë me regull edhe në venet e dyra. Totalisht komplet ja kryj në këtë duhur, pas një problem. E ti shpa me shpyqë dhe se 35.000 euro këtë gjahë shumë e madhe. A i ke nëzirë, as i ke nëzirë me punë, që sa ku e ki këtë traktor? Më të kalëzumë athjesht paka, si në hajgore apo jo? Po si në hajgore ta shti. Një shkollë, 2, 3, 4. 4 noza po mëllomin dhe e kom zirë. E kuptuve? Po se dhe kërë takum, do me thonë ma herët të që po domin pak në noza pa shpina. Shpina, do më për punës. Une mesatoren e kom minimalin, e kom 8 orë në traktor. Mesatoren dhe 8 orë. Do më normal. Do më thonë, ty të shkojnë nga ti krejt koha na për traktor. Po 8 orë nuk i llogarit i shumë. 4 para dite, 4 si mas dite se shumë. A kur po rrit 12 orë po më dhem shpina. Shumë dhimbje. Apo shkën nështë me naj fizioterapia? Ja, jo, bato, dhimbjet janë pe lodhes në modha, po këtën. Pe lodhes në modha se vjen të shpia po shën 2 orë, 3 orë, qëndrimi. Po, në realitet, dalimi i traktora modeleve të reja dalën shumë, krahas atij të voglit.
Tash për arsye do jem të këshir me marrë edhe një ma të mirë. E pse dallon për shembull? Për shkak Po se kë e ka për shembull, dëgjoj. Kë për shembull e ka komoditete më ndryshe. E ki timonin e shon sot vyn. Që shembull supozoj, këtu ulesh, karriken e ki me ajër, me kompresor, këtu e ki timonin, sot vyn, e të rjek, edhe ki pozicionin ma të lehtë, ma të shtrejtë edhe nuk ki problem. Por dallim nga tjetër të vjetrit, kjo edhe diferencialin e parë, ose tropin e parë e ka me amortizator. Më thonë është shumë ma përparësi e madhe. Është ma komode, ka klimen, është 2003. E 3. Po. Këto e ka pru një shok për nervëgjis. Tani kom shku e kom këqyr, e kom testu, edhe më ka dal jashtë zakonisht i mirë. Po edhe muj me cek, në shoshni edhe në rreth, sa një fermer, bojqi, pa ko marakisione. Jem fort marak. Se po thu e blejnë... Po jem marak, mollën e mire paguj, jo për te, po nëse i ko hak 32.000 a 35.000 e paguj. Po kam qef me ditë qa po marë, me orë të garantone. Edhe tjetër është ka javli me cikë se nuk e mundoj. Mohon e ruj. E rundo me thonë. Shumë e ruj. Për shkak se ti ma the kështu pak si në hajgore, po ke këgja me kuptim që kjo që që tu shkollë po mdomin e... Po në të gjë, a di pse? Se ka marrë kohë të jo marrë. A përdin ka marrë kohë. Dikon 10-12 vjetë për marrë qëto. Për marrë që ku jemi Une, për me ble një traktor të mirë, mu krenu me të, me punu punën mirë, letë edhe shpejt. Po, kur të përmenën fjallin punë, unë me në kështu, 10 vjetë punë, me thonë ka punu. Mu përmen diçka, ose mu mburë me punën tonë. 20 vjetë punë, për me thonë që thujnë popli halal i koftë. Me ndjesë. Jo me pazare, jo me dallavere, jo me rena, jo motor dikosh të shpia me thonë bërë që më ki. Vede, qashtu unë e shafë. Shkur të shif, Bunjamini i ka nëzirë paret edhe komentus mos t'ja bojnë kështu. Unë se kam problem për komentus heq, a përdin. Mos t'ja bojnë kështu gojlën, për thëmë se ta është normal, ko njerë që anë nuk pajtu, Yes. edhe ti ke dhonë shumë intervista, po prap ja nëzërën përgjigjen e kësaj pyetje. Për traktor edhe 35.000 euro. Jo, be 35.000 dhe gjë, motër, shamë se opozojmë ti me përmen 35.000. Dikush blinë ato sen e luksi, pe thëmë kështu, edhe nështë një ditë me këto punën edhe krym punë. Unë këto e kom pas punë, e kam buk, e kam edhe nevoj, e kam edhe shëndet. A be këpëtën, të arun shëndet. Traktori mirë, traktori ri, nuk të rokë për moja. Na treguve dhe sa komodë është. Sa komodë, ta shënë edhe në tarë me përkëshirë me marë edhe njët mjejtin. Po, veç ma të vogël pak. 4 cilindra veç për maqina. Ama mi bo 3 traktora. Unë është ma tregu edhe një herë qatë rast, që e ke pos një traktor tjetër, edhe në 45 gradë. Po, dhe gjë, unë në fillimit kom punu me livadhe, kos prez gërbuj. Kjo ka qenë viti 2013 dhe në vitin 2018. O, në 2018 e kom po që është zbeja ja punë. Nuk ka mo, nuk ka... E pse është zbej, për shembull? Po për shembull nga 7-8.000 euro fitim, për 2 muaj ditë në ra në 4.000 deri në 5.000. Ta çdo sen, kur shkon tu zvoglu më të me orë në minimum. Tu e pas parasysh minimum, atër ju më hap me lavërtari. Apo kupton? Ke ma lavërdish. Po, ma lavërdish, me edhe tash mo livallën nuk kanë edhe tash kafsht i kanë hekrejt, i kanë bu fermat e veta, ata që i kanë fermat e mdoja i kanë rotobolla. Nuk kanë mjetë çfarë i duhet, për shembull çfarë komponu me pres atje kam presën e parkerune. Edhe kom pas që këtu e kam makinën, kjo është prokolicë ose rimor kjo e plejet organik. E shke plejen organik. Kjo është makina e grurit. Domthonë kjo buhet që thuj 1 udhë dhe 2 punë. Në frezën gjes makinën e grurit. Domthonë orën e punune, të livrune në realitet. Makina vënohet ngrehet me rrota këto edhe vënohet në frezë edhe i kryen për një herë 2 punë, domethënë edhe frezimin edhe mbjelljen. E ata çfarë është ato? Këta e kam e kam plejen e kom marrë për, domethënë është një pjesë e mbetën është për
misër. Tash në fazën e fletës 6 deri në 10 këta ja hudhi me kultivator edhe ujtje pas hudhjes. A ke edhe diçka tjetër të? Mjeta? Mrapa atje. Për shumë edhe një kërë modest, është ju një kërë. Po, unë e komplekto. Okej. Po edhe këto e ke do me punë. Vëllaj më të rem, po të kalëzësh të thjesht. Me punë të bujqësi se kam Ma thjesht po të kalëzëj. Adin, për pa edhe is traktorin nuk i di çka me fitu. Se trektor jam, trektor nuk jam, tregtia nuk hec, edhe kam qef në profesion temin, nuk i ma lak më janë i fiton me tregtia e ka, më thonë, e ka të lene që thujnë. Unë nuk mund me bu krahasim me to se mi ngjati ose mi nga mrapa, e kom përzgjedh, i kom po hajër, edhe ja vlen. Ma thë shumë bukur, pa edhe is traktori nuk e di qa është nështë me fitu. Po jo, nuk. Sot kushtoj ky kërë? Kjerri, po kjerri 25.000 e kom ble kjerrin. Okej. Po, kjerrin e kena ble, po të thëmë drejtën. Ma për qef, nuk e... Po, këtu vlen me cek. Po. Pas ketë këtyre mjetët, ka orë kjerri. Jo mas pori kjerri, tani mjetët. Se s'kisha orë të mjetët, apo kupton? Do më thaj ke ble traktorin... Këtë, kjerri është ble i fundit. Apo kupton? As një bërç, as një halet mongu, që kam në vitet do më zdëshëm, tani pastaj ka orë kjerri. Për nevojat mija, edhe u bo pak punë, edhe fëmijët pak tash janë rritë, po kanë që pak me dalë më shëtita, vedin, ja vlen. E kjo qa ke? Apo nuk është diçka që... Kjo është një frezë cilën më kanë dhoru komuna, po e falenderoj kryetorin shumë, ma kanë dhonë, po Imre Ahmeti, ma kanë dhonë, po këta zakonisht i dhojnë pak për traktura ma të vogël, 1,65 m, unë e kom shtu pjesën tjetër, e kom marrë 2 metra për arsye traktori që unë kry punë, se 1,65 nuk mi mbulon rrotat. Po komuna, ti përmende dhe Fatën Peci, ministrin që ka qenë ma herët edhe që ju ka ndihmu edhe ka qenë Po? Shumë i përgjegjshëm përveç disa pagesave që janë vënë ndoshta nga qeveria, nga ministria. Po komuna e Lipjanit, ajo ka përkro. Po ndëgjë, komuna nuk ka buxhet më na përkro çish na përkro shteti. Apo vërtet. Tash ai keve s'mund të më dhon, po gradualisht keve ka pak. Tash mua ka dhon çato janë shumë falenderus. Është hera e dytë që përfitoj, ju e para. Një herë kom përfitu para 7-8 vite, tash te kom përfitu këto. Po unë e meritoj se jam fermer që punoj me to, po vlen me cek që do të mi përcjell aty ku ipet. Jo për komunën tonë, po për çdo komunë. Me këshyra po nëna jo me more me shit ato. Po se kam po shumë raste dhe kam dëgju shumë raste që kanë marrë njerëzit pa meritokraci, ndoshta që hisë. Po unë njeh gjën që e ka marrë as traktor s'ka, po kupton. Çka e hyn vllai. Edhe horin se shepër se ja merr ma mirë shamo supozoj, sa morrin 40 vjet, me morr 10 vjet, diçka çka i krym punë se sa 40 vjet ka pak. Edhe është të dhëmshme ka një herë që s'përkrohet njëri punëtor, po nuk bën më dorëzu edhe... Ja, më dorëzu s'bën në asnjë punë, po di. Nuk duhet me i varë në shtatë tjetër kush, kështu që kaq. Po normal. Edhe ky traktor është i ja? Po. Ky është traktor klasik, internacional, Kasej, është i vitit 83. Po jam marak, dhe pavarësisht që është shumë i vjetër, vetëm tash si një prezantim ashta pak i vjen, jo hije mirë, po jam marak sa do ka do edhe pse është i vjetër. Edhe pse është i vjetër, më thonë, është i pastër. Pastërtia nuk mungon kurrë edhe pse gumat jam kanë pazit, kam spërkat, kum hin llëçaj tash për havosën shkojmë me drona. Po është i mirë mbajtur. E kam që 5 vjet e 5 muaj e 15 vjet. Që 5 vjet do të thonë që... Po e mujin e që 5 vjet e 5 muaj. E kom ble. Do më thonë ko ke shumë marak lek i mirë... Po këto kur e kom marrë, këto vlen me cik që ka rjedh. I vjetër, për shembull këto ne jo kom shumë i dëmtun, kom çuj, kom hek, kom çuj, kom vesh. Ka pas rrjedhjet motorit, i kom hek pjesë, i kom ndreç, çka ka pas nevojë. Edhe ma kry një punë shumë të mirë. Nuk mund më krahasu me modele të reja, po bukur punë të mirë të kry. Këto e ke bli para 5 vjet, dhe sa e ke bli? Këto... A i hub vlera kështu për gjatë viteve? Dëgjë, makinerizë në përgjësi nuk i hub vlera, në përgjësi. Kur i hub vlen me cik, kur i hub vlera, kur nuk mirë mbahet. Po. A vërtet.
se nuk i hu këti vlera se kjo është i mirëmbajtun, është i garantun edhe e ruj fort. Tani çdo herë kur e ku marr ku më investun të. Ky kur o ble dikon nëse nuk gaboj rreth 7.000 euro ble, atëherë kon makinerit për 40% ose 30 ma lirë. Ma lirë, po. Domthon kjo kon mos gabofsha 2020 e kon ble nëse nuk gaboj me vet. 2020 ose dhe para 2020-s. E ke ble 7.000 euro? Po, 7.000. Në realitet po e kom ble 7.000. Tani pastaj kom shku e kom montu edhe këtë farë lugën, korpën. Domthon për pranverja heki. Unë vynë ato për ple organike, për çka do që heki, domthon. Total, deri që tashti, e kom 12.500 euro në total.